أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنته من يوم الدين وبعد الله نفalënderojmë për këtij falë dhe ndihmë kërkojmë kun Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb, ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së pastërt, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Milionin radhë parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk e lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që agjerimin të cilin e kemi bërë deri tash, Allah subhanahu wa taala të na ketë pranu, të na ketë falë gjunahet të neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Derisa të vjen koha për me fillu namazin e natës, në këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku, kam zgjedh një përkujtim që m'ia bo vetes në radhë parë, pastaj edhe juve. Do të flas për një çështje që secili prej neve duhet t'ja ketë vëmendje në kësaj çështje, t'ja ketë hatër në kësaj çështje, t'jetë i kujdesshëm. Edhe besoj se secili prej neve e kërkon jetën, në jetën e kësaj bote, në jetën e kësaj dunjaje, e kërkon që ta ketë me rahati, ta ketë pa probleme, ta ketë me lumturi e kështu me radhë. Nëse dëshirojmë me jetu jetën me dinjitet, duhet me i pas parasysh tri gjëra. Tri gjëra që unë do të flas për secilën nga pak. Në radhë parë do t'i përmendi dy gjërat e para, pastaj për fund do t'a lë çështjen e tretë. Nëse dëshirojmë me jetu jetën me dinjitet, e para duhet me qenë të mbindur për këto dy gjërat e para që do të flas. Çka janë ato? Se furnizimi, risku është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Kush e kupton këtë, edhe është i bindur dhe beson këtë se risku është në dorën e Allahut subhanahu wa taala, dhe e kupton se risku nuk mundet më të shtu as një cent e as më të paksu një cent. Do të thotë keme marrë ata që Allahu te bareke wa taala e ka caktu për ty. Dhe ne e dim se ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur secili prej neve ka qenë në mitrën e nanës, i caktohet risku i tij. Risku është çështje e prejme. Nuk del prej dunjas robi pa e marrë riskun e tij. Edhe çështja e dytë që duhet ta kem bindje për këta është, që thot Allahu në Kur'an, kul la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thua jo Muhammed, asgjë nuk do të na godas neve përveç asaj që Allahu subhanahu wa taala ka caktuar për ne. Shisha subhanallahu el-adhim. Këto dy gjëra që i përmenda, e para çështja e riskut. Çështja e riskut është çështje që shumë njerëz i mundon. I mundon shumë njerëz, edhe njerëzit jetojnë, do të thotë, jetën këtë dynja e bojnë më shumë të shka i lodh njerëz në këtë dynja. Po flas për ata që se kanë kuptu këtë, si kanë kuptu këto dy. Edhe një herë, vini re, do të thotë, biseda, kjo është për ata që si kanë kuptu që to dy gjëra që i përmenda, se risku është në dorën e Allahut subhanahu wa taala, dhe to është saktu dhe nuk ndryshon as një cent, nuk të shtohet, as nuk të paksohet, po që ajo është që tu ka caktu pe Allahut edhe keme marë, edhe e dyta, asgjë nuk të godet ty vetë se ata që ka caktu Allahu subhanahu wa taala. Çdo dyat kush si kupton drejt, kush nuk i beson drejt, atëherë ai njeri ka frikë, jeton me frikë. Edhe mas shumë të që ka njerëzit i lodhen jetën e tyre, është se ose ata pikëllohen, kanë mërzi, pikëllim për të kalumen e tyre, kanë pikëllim për të kalumen e tyre,
ose e kanë friga që i shoqëron për të ardhmen. Edhe njerë, shumica e njerëzve në jetën e kësaj bote lodhen, duke mendua dhe i kap mërzia duke mendu të kalumen. E kalumja çka është? Ka kalu, s'mundesh me e kthy. Edhe friga që i shoqëron për të ardhmen, e të ardhmen askush nuk e din përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. O ma tadri nafsun madha taksibu gada. Allahu thot, nuk e din nefsi çka e pret nesër. Na nuk dim çka na pret nesër. Edhe për atë arsye njeri nuk duhet më lodh me të nesërmen. Njeri duhet më lodh me tashmen, ato që jetu në momentin që ata Ibn al-Qayyim rahmetullah alayh e ka një fjalë të bukur. E ka një fjalë shumë të bukur ku thot, robi mirë, besimtari mirë është ai që për të kalumen e tij kërkon falje, e pa dyshim se e kalurja jon ka gabime, ka tmeta, ka lëshime, duhet me thonë astaghfirullah, duhet me thonë o Zot falna, o Zot kena gabu, na fal për gabimet e kalume që i kem bo. Për të ardhmen thot, duhet më mbështet në Allahu subhanahu wa ta'ala, ndërsa tashmen që është duhet me vepru me to. Duhet me vepru në tashmen. Për atë shumica e njerëzve që shtash, lodhen në jetën e kësaj bote duke mendu për të kalumen, kanë frikë për të ardhmen, e robi nuk duhet mu pikëllu, nuk duhet mu pikëllu, do të thot, edhe mu mërzit, edhe me lodh veten, tu mendu për të ardhmen qysh ka mu kon, qa ka mu kon. Duhet me punu dashurit e mi, duhet me punu robi, në tashmen që është mi u bind urdhnave të Zotit. Se robi dashurit e mi, wallahi billahi, e Zotin na bof për tëne, ju thoni amin, na bof për tëne që kur kem me dal për kësaj dynjaje se disave që kanë kuptu këto gjëra që i përmenda, hala po dal për dynjas ju vjen përgëzimi. Në agonin e vdekjes. Tu e lonë dynjan, tu shku ka ahireti, ju vjen përgëzimi. Ata që kanë jetu që shka thonë Zoti, ju kanë bidu urdhave të Zotit, kanë punu me urdhat e Zotit. Allahu thot, inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alejhimul malaika. Thot Allahu, ata të cilët thanë, Zoti jonë është Allahu, shumë rëndësi me pohu, me gju, që Zoti jotë është Allahu, po nuk mjafton vesh me pohu. Se ajeti mu pakon me thonë, vesh kanë thonë, inna alladhina qalu rabbuna Allah. Ajeti s'po thot, kështu, po pe vazhdo thot, thumma istaqamu. Kanë thonë, Zoti jonë është Allahu dhe i kanë qëndru kësaj. I kanë qëndru këti pretendimi. Ju kanë bind urnave të Zotit, kanë punu me urnat e Zotit, i kanë qumë vend urnat e Zotit, tatanazzalu alejhimul malaika. Ju zbrisin me lajket, në agonin e vdekjes. Çka ju thojnë? Mos u friksoni edhe mos u pikloni. A thamë nëse njeri piklohet për të kalumen, friksohet për të ardhmen. E me lajket, këtëne që e kanë kuptu se nuk duhet mu mërzit për të kalume, po për të kalume duhet me kërku falet e Zotit. Nuk duhet mi utu të ardhmes, se duhet mu mbështetën Zotin, Allahu i gradon këta njerës, pa dal për kësaj dynjaje, i qanë me lajket, i thotë mosu të të. Tatanazzalu alejhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Çka ka përgëzimi thot? Dhe përgëzime për ju, çka? Gjennetet që juve ju kanë përëmtua. Ju përëmtu gjennetet për ne? Po, për mes pejgamberve. Pejgambert kanë ardhë, ju kanë zbrit libra, si kurse Rasulit tanë, alej salatu wassalam, i ka zbrit Kurani. Kurani, qka është? Është për plot për gëzime, për besimtar të cilët i qëndrojnë rrugës drejt, i ndajnë besnik rrugës drejt, hecin në rrugën e drejt, punojnë me urdhnat e Zotit, i binden urdhave të Zotit, pasha Allahun mes tyre. Edhe gjennetit veç është jetan këtë botë. Tash dikush mundet me thonë, nuk po flasu nësë po flasë me ju, po flasë ma shumë me ata që dështë dikush ka behime ndëgju këto edhe, dështë ajo besimtar, se alhamdulillah një besimtar. Ardhja ju i në gjami, edhe në këtë ko,
Kurse cili ndoshta kish mujt më ushtre me i mshel syt pak me pushu, o lo, të nditën ka punu e ku ta diune, po ja keni lonë edhe gjumin, e keni lonë për çka? Me ardhë me boni ibadet për ibadeteve, që është namazi i natës, që është i lavdushëm ky namaz, më u bo do të thotë e sidomos në këtë 10 e fundit. Po dikush tjetër mundet me thonë, po qysh beti po fol me që ka që siguri, pika pe merë këtë siguri. Jo, unë s'jam të fol për vetës. Unë e po i qasë në librit Zotit, që kjo është, se cili njeri e ka një referencë ti. E ka referencën e ti. Referencë e jemja, edhe juja, është kush? Libri Allahut dhe sunneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka gjejmë në Kur'an edhe në sunnet, e pohojmë. Çka nuk gjejmë në Kur'an edhe në sunnet, aty ku ka fol Kur'ani dhe sunneti na folin për to. Aty ku ndalemi. Qështu kush punon me çeton në dynja, vallahi ka me shpëtu. Billahi ka me shpëtu. Kur'ani po tregon për këtë përgëzim që i bot besimtarëve, të cilët i kanë qëndru besnik rrugës drejt. A di sa do me thonë kjo i dashurëm? Kjo është shumë. Edhe besimtari jeton me këtë shpresë. Edhe dush me jetu me këtë shpresë, se te lexon Kur'anin. Te lexon Kur'anin dhe kur vjen te ky ajet, me të vërtetë kjo është shpresa se cilit prej neve. Kush nuk ka qeft momentin e vdekjes me ardh me lajket e me i thonë mos u piklla, mos u friksa. Se xhenneti është për ty që ti është premtu. Sa Allah ka thonë tilkel jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Këto e në gjennetet, thot që i kena bo me i trashigu robërit ton të përkushtum. Në gjennet nuk ka pa përkushtim të dashur të jemi. Gjennet nuk ka pa u lodhë. Nuk ka let me ardhë me lonë gjumin që tash, vallaj bindëm janë, se cili pejneve që tash, me na pruka një astek më shtajër, na kap gjumi si kingjat flejmë. Pasha Allahun që është një, edhe në që po vlasë edhe jo. Me ju thonë, a e na lodhë, vallaj lodhëm, se ne e na njerëz. Nëse thush si jem lodhë, mashallah të koft. Ama hadithi pejgamberi s.a.s. që fol për dy veçori të Ramazani ka shumë, po dy që janë bazamente, agjerimi edhe Kur'ani. Agjerimi edhe Kur'ani. Dyjat ka ardhur në hadith nesër në ditën e Kiametit, Allahu i bën që agjerimi me ndërmjetësu për agjerusin, thot ja Rabbi e kom lonë të etur, o ka ndajt etur për mu. S'ka hongër për mu, do më thonë, ju ka bindë. Na nuk po thëmë, se na nuk hajme nuk pim për, mës në kapet dikush për fjale, na nuk hajme nuk pim për kam, për Allahun. Se dikush me vo mës me hongër e mës me pi për Ramazanin, na i bën shirk. Për shumë barancimi i kuptu të mesele. Na hajmë edhe pim, edhe hajmë edhe nuk pim, për Allahun. Na agjerojmë Ramazanin se Allahun na ka urdhuru. Na agjerojmë Ramazanin se Allahun na ka urdhuru. E që ky Ramazan, që kjo agjerim nesër në ditën e Kiametit ka me ardhë me ndërmjetësu për ty. Ka me i thonë Allahut, ja Rabbi, jepëm leje të ndërmjetësoj për këtë robë se unë e kom lënë këto etur e të uritum. Vjen Kur'ani që lodhja. Kur'ani thot, ja Rabbi thot, bëm lejon me bo shefat, me bo ndërmjetësim për këtë robë se e kom lënë pa gjumë. Pasha Allahun Kur'ani i lem pa gjumë, po flasë ata që me të vërtet dojnë me i prek, me të vërtet majat e larta të gjennetit me Kur'an. Wallahi nëse në Ramazan nuk e ndin që të lodhje me Kur'an ndorë, duesh me e lyp pe i Zotin, o Zot, më bon nasib me ndi lodhjen të e ledu librin tonë. Pasha Allahun, lodhja është, po është knatësi. Pasha Allahun që është një, shkani pyetini ata që jonë ashikat Kur'anit, që me të vërtet mundon me ajep hakin Kur'anit, thuj, a lodhesh? Me njerë ko me thonë, po vallaj. Po ndin knatësi, thot, pasha Allahun knatësi ma të madhe s'ka. Ta është qështu, mu lodhe mu, po, qështu i badeti është aftan. Ata që deri sot e kena falë të ravine sot, 24, apo? Dita e 24, do me thonë, ka fillu sot, o qashtu? Dikush deri me sot bomba ki ka bo një hatme. Dikush 2, dikush 3, dikush 5, dikush 6, dikush 10, dikush 15, dikush 24. A ka si? Po ka. Edhe 24, edhe 10, edhe 15, edhe 18, edhe 2, edhe 1, edhe asi hiq.
Ama dashurit e mi, ai I cili jeton me Kur'anin, vallahi billahi Allah ko mja jep këto përgëzime që kanë ardhur. Istiqamja, qëndrueshmëria në rrugën e Zotit e ka një çmim të madh. E çmimi I saj është ka xheneti. Pastaj rizku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, çish ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ibn Adam haraba min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Thot ai I cili biri Ademit thot, sikur se biri Ademit të ikte nga rizku I tij, ka me ndjek rizku I tij çush e ndjek vdekja. Mos u thot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk vdek një nefs, nuk vdek. Nuk I vjen vdekja një personit, pa e plotësu rizkin e tij në dynja. S'ka, duhet me marr, çka e jotja. Këtë jep rahatit dashurit e mi. Pas kësaj se po mbon presion koha, shtojnë dy pika që thash, dubi për fund pelo, që thojnë qërshin mbi torte. A di cita qërshia mbi torte? Se Allah subhanahu wa ta'ala dashurit e mi, dëgjeket, nuk janë ngritur qiejt dhe toka veç për një punë. Veç për një punë. Tokë e qiell janë ngrit veç për një punë. Veç me realizu fjallën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahkik la ilaha illallah. Me realizu fjallën la ilaha illallah. Wallahi fjallën la ilaha illallah fjallë e madhe. Nuk ka fjallë goje. Nuk ka fjallë që veç me thonë me goje dhe u kry. Jo. Realizimi fjallës la ilaha illallah është e madhe shumë. Tash unë e kom e përmend shpejt. Mi përmend disa hadithe që I kom marrë tu I kom nxjerr, që të regojnë vlerën e fjallës la ilaha illallah. Se na kena nevoj me a kujtu vetës. Ti që bardh fjallën la ilaha illallah, ti e bardh I një fjallët madhe. Mas parti, qka kuptimi I fjallës la ilaha illallah? Që shë përkthejnë shumicat e na? Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Që kjo është dalash. Dalash o përkthimi. E qysh ka përkthimi, nuk meriton të adhurohet, adhurimi është shumë rëndësi. Nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut. Ç'kjo fjala la ilaha illallah. E për këtë fjalë Allahu thash ka ngrit tokë e qiell. Ka kriju tokë e qiell. Për fjalën la ilaha illallah, Allah I ka kriju e njerëz edhe e gjin. Me fjalën la ilaha illallah I ka nda njerëz edhe gjint në dy grupe, grupi I xhennetit edhe grupi I xhehenimit. S'ka tjetër. Je në safin e fjalës la ilaha illallah, bi'idhnillahi ta'ala ti në safin e xhennetit. Nuk je në safin e fjalës la ilaha illallah, vallahi je në safin e xhehenimit. Çish ka thot Ebu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu një hadithi madh. Kale Musa, këta ka përshkru pejgamberi s.a.s. Pejgamberin e ndershëm Musajn a.s. ka thonë, Kale Musa a.s. Ja Rabbi, allimni shay'an adhkuruka bih, adhkuruka wa ad'uka bih. Kale, kul ja Musa, la ilaha illallah. Tha Musaj a.s. O Zot, tha, më mëso diçka me cilën do të përmendi dhe do të lut në ty. Allah I tha, kul ja Musa la ilaha illallah. Thuj la ilaha illallah. Aj Musa, ja kthej Allah, tha, ja Rabbi, o Zot, tha, krejtë Rabb të tu, po thuj la ilaha illallah. Dhe me kam diçka ma special, diçka ma të veçant. Atër Allah subhanahu wa ta'ala I tha, ja Musa, لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Tha o Musafa, sikur se çakon tokën qiell përveç meje, merren dhe vendosen një anë të peshorës. Edhe fjala la ilaha illa Allah në anën tjetër, la malet bihinna la ilaha illa Allah. Fjala la ilaha illa Allah kish më kon marrund.
Nesër dashurit e mi në ditën e Kiametit, vjen një njeri që është hadithi do thot i bitakës që është njihet, vjen një njeri që ka sigjillate, ka regjistra sa shesyni shumë. Vinë me ato gjunahet të mbushur, do të thotë sa shesyni. Edhe Allahu i thot, o robjem thot, a ki ndoj të mirë që e ki voti? A ki? Thot kësh, s'di, s'kam. Allahu thot, ja thot, ty sot nuk të votë pa drejtësi. I thot me lajkeve, përujani do të thot bitaken. Bitaka i thona e kartelja, në cilën është shkru kush, fjala la ilaha illallah. Vendosen ato regjistra në një anë të peshorës, në anën tjetër vendoset fjala la ilaha illallah, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë çka? I rëndon fjala la ilaha illallah gjithë ato. Fjala la ilaha illallah, fjala e madhe dashurit e mi. Fjala e madhe. Po ne duhet mu mundu me realizu fjalën la ilaha illallah. Me punu me fjalën la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paramendo, e ka urdhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka zbrit ajet. Nuk ka njeri më ditur në fytyrën e tokës që e ka shkel fytyrën e tokës më shumë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ma dhalik, mbas kësaj Allah ja ka zbrit ajetin që e ka thonë, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije Muhammed. Dije Muhammed se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut. Çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton se Allah e urdhnoi pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam me dije rreth fjalës la ilaha illallah. Ku mbesim unë te? Ku mbesim unë te? Se po ka për fat keq kanë erë po na dalin do të sinë cipiripat akhiru zamanit. Tha prokopimi shumë me tauhid i bën njerëz ekstremista. E me çka mu marr? Me gazetën Bujku. Po tham se s'dia ekziston, s'di çam dol. Mu marr me prova. Pasha Allahun, kush është gjahil o ignorancë për ballë tauhidit, ku për ta. Sa ai që se njet tauhidin, ai që se njet tauhidin se ka njoft Allahun, o dashurit e mi, pe përmbyllje dhe e kryva. Kush e nje Allahun, ai ka njoh gjithçka. Dhe kush nuk e nje Allahun, ai ka humbur gjithçka ka humbur. Mbajnë mend, nëse e ke Allahun, ki gjithçka. Nëse e ke Allahun, ki gjithçka. Nëse ki gjithçka, e Allahu se ki kur gjos ki. Kjo shumë më rëndësi me e kuptu. Allahu na boft që me njoft Allahun, se me njoft Allahun, kush e nje Allahun, ka me adhuru Allahun. Pa e njoft Allahun, së mundesh me adhuru Allahun, subhanahu wa ta'ala. Allahu na mbush zemrat iman. Allahu na boft që zemrat tona t'jenë të mbushura me fjallën la ilaha illallah. T'jam na bëj që zemrat tona t'i binden fjallës la ilaha illallah, t'i dërzon fjallës la ilaha illallah. Allahu na boft rob ti të mirët sinqert, atu kja kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtanit, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.